Rasti sotëm është një pacient 40 vjeçar, i cili vuan prej disa vitesh nga venat varikoze. Edhe në familjen e tij ka prindërit që ka me vena varikoze, pra është një rast që shkaku kryesor mendohet të jetë pjesa gjenetike. Normalisht edhe pjesa e profesionit e cili ai rri në këmbë për një kohë të gjatë ka ndikuar shumë tek formimi i venave varikoze. Me kalimin e kohës, pra duke kaluar edhe mosha, këto kanë filluar të bëhen edhe më të dhimbshme, më të lodhshme dhe shqetësuese për pacientin. Kjo është arsyeja pse pacienti erdhi bëri një vizitë, bërëm një ekodoppler dhe vërejtëm që vena varikoze, pra vena e cila jep më shumë të lloj problemi, është e zgjeruar në 15 mm që i bie pak a shumë 3 fish i diametrit apo i limitit që duhet të ketë një ven. Vendosëm të kryejmë teknikën e radiofrekuencës, pra me teknika termale, me teknika moderne, të cilat nuk ka nevojë për të bërë as edhe një prerje, as edhe një çarje, por thjesht djegje me anë të radiofrekuencës të venës e cila është e zgjeruar, e cila është problematike pra mbi normat. Në këtë teknikë gjejmë venën e cila është nën lëkurë. Te rasti jon kjo venë është gati 2 cm nën lëkurë. Vendoset kateteri i radiofrekuencës, pozicionohet në vendin e duhur që te pika ku duhet të fillojë djegja dhe në mënyrë të vazhdueshme do ta djegim të gjithë venën deri tek pjesa e poshtme. Pasi bëhet djegja e kësaj venës së madhe, bëhet kontrolli që të jemi të sigurt që çdo gjë është e përfunduar me sukses dhe më pas bëhen disa injeksione për të sklerotizuar venat të cilat janë më të vogla, ato që nuk mund të digjen me lazer. Në këtë mënyrë përfundojmë pjesën e ndërhyrjes, e cila zgjat diku te 45 minuta, ndonjëherë edhe 1 orë, domethënë si distancë kohore. Pacienti pas të një natë shtruar në spital ka mundësi që të dali të çohet të vazhdojë punën e tij për 3-4 ditë pa u sforcuar. Ne filluam të bëjmë djegjen e venës safena magna, pra vena e cila jep në përgjithësi varicet, siç mund ta vëreni tek ekrani, përgjatë kateterit dhe segmentet të venës që ne jemi duke e komprimuar me son, mund të tregoni pjesë, mund të shikoni vendin që aty po digjen muret e venës. Vena shkatrohet, ri aty brenda ku është, nuk e nxjerrim venën jashtë trupit, në mënyrë që mos të kemi asnjë lidhje me prerje me dëmtimin e lëkurës. Vena ri aty ku është, digjet, shkatrohet dhe për 2-3 muaj trupi fillon dhe e tret atë pjesë e cila nuk është më funksionale. Vazhdojmë fazën e dytë të procedurës, e cila është sklerotizimi i venave të cilat janë më në sipërfaqësore dhe më të vogla se safena magna. Atëherë, pasi e lokalizojmë venën në ekran, pasi kemi lokalizuar venën në ekran, bëjmë injeksionin e makrokolit, e cili është një shkum e bardhë, e cila shfaqet në venë. Në këtë mënyrë e kryem interventin për venat varikoze, pra radiofrekuencën, djegjen me son, djegjen termale që i bërëm vena safena magna që është e dilatuar, dhe injeksionin me sklerotizim që bërëm për venat e vogla sipërfaqësore, të cilat janë të zgjeruara, por nuk mund të digjen me radiofrekuencë. Pra ky është përfundimi i kësaj pjese të operacionit, domethënë, pa bërë prerje apo kirurgji të mëdha, të cilat ndikojnë edhe në rikuperimin e këmbës, por edhe në pjesën estetike.